Nga një ëmbëltore e vogël me emrin Egipat, ku përgatiteshin recetat tradicionale me përkushtim familjar, nisi rrugtimi 2 vëllezërve që nuk patën vetëm një ëndër të vetën, por mbajtën gjallë ëndrrën e babait dhe gjyshit të tyre. Me duar punëtore, zemër të madhe dhe besim të palikundur, ata e shndruan lokalin e thjeshtë në një histori suksesi që sot quhet Kimi Cafe and Cake House. Çdo hap i tyre ishte një nderim për të kaluarën dhe një hap përpara drejtësardhmës, duke e kthyer ëndrrën e familjes në realitet për gjithë qytetin. Faleminderit ju dhe juve për kohën që keni gjetur na vizitoni. Është krenaritë jem para mediumit më të madh lokal Radio Star. Kimi Egipat atëherë është quajt, ka filluar në vitin 1960 nga gjyshi, i cili kishte kryer më së pari një zanat asoj kohe në Vraj, sepse ka jetuar aty afër në Novosel të Bujanovcit, dhe më pastaj ka gjetur lokacion të ri për të jetuar, duke zgjedhur qytet për investim Gjilanin, sepse aso kohë kur është kryer zanati, marrëveshja ka qenë që lokali nuk guxon të hapet në një perimetër të afërt, dhe është dashur që ai të zhvendoset në një qytet tjetër dhe ka zgjedhur Gjilanin si destinim për jetesë dhe për të hapur ëmbëltorën e tij. Unë jam shumë i ri, por nga të tregimet atëhershme, gjyshi tregon se si kanë filluar në atë kohë me shumë pak produkte, që i kemi edhe tash limonad, boronic, boz, akullore, tolumba, domethënë ëmbëlsira shumë të vjetra tradicionale që i ruajmë me fanatizëm edhe sot, edhe ne dhe gjithë kolegët tonë. Ka pas shumë vështirësi aso kohë që gjehet një lokacion i përshtatshëm, mandej se si do ta pranojnë, sepse ka qenë një bashkëtesë me njerëz të ndryshëm dhe për shkak të ndikimit që regjimi i kaluar ka pasur në gjithë Kosovën, por që ja ka dalë së bashku me vëllezërit dhe me familjarët e tjerë që të mbajnë biznesin gjallë edhe në kohë shumë të vështira. Ka qenë shumë e vështirë, normal, sidomos që të vinë një i huaj në një vend të ri dhe një djalë i ri, sepse gjyshi në atë kohë ka qenë shumë i ri në moshë për të investuar, për të zhvilluar biznes dhe të tregoj artin dhe kulturën e tij që ka mësuar në pasticqeri të asaj kohe. Normalisht ka qenë e vështirë shumë, sidomos një vit pasi është hap lokali në qendër të ish përballë xhamisë së madhe, i është dashur që të liroj atë lokacion sepse është rënuar për ndërtim, pastaj të gjej lokacion tjetër në rrugën e Varoshit, rrugën e Prishtinës, si quajmë ne sot. Gjithmonë ka pas vështirësi sepse kanë qenë, si të themi, në lupën e okupimit të asaj kohe, po fatmirësisht prej qytetarëve, prej mbështetjes së madhe të shqiptarëve të asaj kohe, madje edhe emri nuk është guxuar të vendoset një emër i një shqiptari, por është dashur të quhet Egipat si një emër internacional që të pranohet nga gjithë qytetarët. Kimi është bërë në vitin 2001, është babi kishte pas qef shumë të emërohet ëmbëltoria pasi që ne u shliruam pas luftës dhe të jetë një emër shqiptar, një emër që mbart një histori dhe frika e tij që ne nuk do ta vazhdojmë traditën, e ka emëruar në një shkurtesë të emrit të vllau të madh, si fëmia i parë, djali i familjes, që t'i jep atij në peshën e tij një vullnet që të vazhdohet tradita edhe më pas, dhe fatmirësisht ja doli dhe ai emër u lidh aq shumë me gjithë familjen dhe me gjithë neve që të vazhdojmë të ta çojmë edhe më përpara. Ka pas shumë vështirësi. Ne kohën kur kemi filluar qysh herët, ne jemi rrit mes sheqerit e baklavas dhe ëmbëlsirave kështu. Si të vogël, babi gjithmonë ka marrë mas vete që të jemi në hapa të biznesit, në hapa të traditës, sepse për një zanat li është shumë e rëndësishme që zanati të trashëgohet dhe normalisht ka pas shumë qef, po pasi ne ishim të ri, e mendonim si pjesë e biznesit e vështirë, dëshim që krynim ndoshta shkollë, të avanconim në biznes, në profesione tjera, po pas sëmundjes babit që kishte një sëmundje shumë të rëndë, ne u detyruam të ta marrim biznesin në dorë. Ishin dy vështirësi, zhvillimi i biznesit dhe shëndeti i tij, po duke u munduar të kujdesemi për të, ndoshta dhe Zoti bëri që të na shpërblet ai mund dhe të jemi edhe shumë mirë me gjitha punët tona. Po, normalisht është shumë e vështirë, sidomos gjesh lokacione të duhura, jemi në çdo lagje kryesore, të gjesh një lokacion që i përshtatet, sepse
është shumë më ndryshe të kesh një coffee and cake house se sa vetëm një kafiteri ndoshta, sepse duhet ta mendosh idenë se ta prodhosh një ëmbëlsirë, sa do të pëlqejë nga klientët, shitja, kosto, gjithçka tjetër, po ne kemi pas fatin që përveç zanatit kemi pas të bashkëpunim shumë të madh me firma të mëdha botërore që çdo 6 muaj na vinë mjeshit më të mëdhaj nga Belgjika, nga Italia, nga Turqia dhe na mësojnë trendet më të reja të ëmbëlsira dhe kështu duke qenë në hap me kohën. Vështirësi ka shumë, ka vështirësi edhe tash tutje, sepse ndonjëherë sado që mendosh që je dikun prap del diçka e re dhe mbastaj të rikthen ndoshta shumë prapa, saqë nganjëherë thu talo krejt, po ai vullneti, dashnia e madhe që kemi për këtë punë dhe për këtë qytet na bën që të vazhdojmë edhe më fuqishëm. Babi gjithmonë na thon vetëm një gjë nuk ka kompromis, me kualitet. Dhe ne kemi qenë të pa kompromis në kualitet. Gjithmonë kemi synuar më të mirën. Top kualitet për ëmbëlsira, po ashtu edhe në shërbim, në gjithçka tjetër, domethënë ka qenë ajo. E tjetra ka qenë që të jemi në lokacione të duhura, afër njerëzve në rrugët kryesore dhe të jemi me komunitetin, duke qenë afër tyre në çdo event, duke sponsorizuar, duke qenë pranë tyre gjithmonë. Është shumë peshë e rëndë, domethënë është një emocion i dyfish, sepse në çdo hap që bëjmë, çdo rrugtim, kujtojmë sfidat që kanë kaluar ata më përpara, po edhe këshilla që na i kanë dhënë. Si themi ne populli, ne fjalët e tyre i kemi gjithmonë vath në vesh. Para çdo vendimi që marrim, ne i kujtojmë ata dhe na kujtojmë domethënë gjërat kryesore. Gjithçka që bëjmë që të vazhdohet tradita dhe sidomos që ata të jenë krenar atje lart. Faleminderit nga zemra 5000 herë, 1000 herë, 1 milion herë. Është e pashtershme një falënderim i veçantë që kanë mbajtur gjallë biznesin ton familjar. Sinqerisht, në çdo hap, në çdo rrugtim, ata janë themeli i këtij biznesi. Prandaj edhe dëshirojmë që shumë shpesh përmes lojrave shpërbyese, përmes aktiviteteve, t'i falenderojmë sepse ata janë themeli i këtij biznesi familjar dhe mundohemi gjithmonë t'i falenderojmë duke ofruar më të mirën e mundshme, duke dhënë gjithçka nga vetja sinqerisht për t'i ofruar atyre atë që meritojnë.